Përshëndetje, zonja dhe zotri, mirë se vini këtë pas mesdite që do t'jemi zbashku për një 15 minuta që t'i ndaj me ju për një event që është duke ndodhur në Gjenevë, me saktësisht në zyrat e organizatës ndërkombëtare apo OKB-s atje ku edhe sot është duke u mbajtur programi kulturor dhe java e frankofonisë që sigurisht është një event i rëndësishëm. Pra prej 21 deri në 31 mars do t'jetë pra pikërisht mbajtja e këtij eventi. Pra me programet kulturore dhe sigurisht me shumë gjëra që pritën të sillen nga shumë shtete atje, që tani me jemi ne të gëzuar që Kosova bën pjesë dhe përfaqësohet dhe është përfaqësimi i parë pas pandemisë pikërisht në OKB në Seli në Gjenevë. Është prioritet pra lobimi pikërisht në këtë ditë të veçantë për kulturën kosovare dhe me përkrajen diplomatike nga përfaqësitë dhe misionet pranë kombeve të bashkuara atje dhe organizata ndërkombëtare e frankofonisë me Seli në Paris, organizatë juridike sipas së drejtës ndërkombëtare. Pra publike themeluar në vitin 1970 duke i bashkuar 88 shtete në vitin 2018. E nder dhe privilegj që Republika e Kosovës u bë anëtare vëzhguese e UIF në vitin 2014. E në vitin 2018 Kosova pra ishte aty prezente duke promovuar kulturën dhe paqen frankofone, ku bët edhe anëtare e asociuar. Antarësimi në OIF i lejon Kosovës me të drejtat e plota si çdo vend tjetër, gjithashtu edhe një forum shtesë për të promovuar që të ndikoj edhe në vendet që ende nuk e njohin Kosovën. Me prioritet pra janë programet dhe shkëmbimet universitare, 2 palshe dhe shumë palshe me shtetet anëtare të organizatës. Ne sigurisht që kemi ambasadorin e paqes botërore dhe njeriun që çdo herë promovon vlerat e shteteve ku bëjnë pjesë shqiptarët, Tahir Shabani që ishte prezent aty, që unë e falenderoj për çdo detaj që ai do ta sjell për shikuesit e televizionit Istogu Channel dhe popullin shqiptar mbar kudo që na shikon e na dëgjon. Ambasador, mirë se erdhe, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se u gjejmë. Kosova e lirë, Kosova demokratike me kufij të shkëlqyer. Tani për herë të parë për Istogun Channel flasëm nga pallati i kombeve brenda, ku kjo sallë është përgatitur nga skulptorët e artistë më të mirë spanjall, para shumë viteve ku mor pjesë në inaugurimin e saj, e sot po flasëm për qytetarët e Kosovës, për dëgjuesve ju, shikueshmërinë, për gjithë ata që na dëgjojnë. Përshëndetje nga Gjeneva, uroj kjo pranvera shqiptare të lëzoj e të shkoj përpara drejt integrimit. Pra, ky event bëhet pra pas pandemie i pari në OKB aty, në Seli, në Gjenevë. Pas një periudhë gjatë, përsi ju kthym prezencës fizike me ceremoni dhe celebrime, po filloi pranvera, uroj që të vazhdojë dhe mos i kthehen masat marrë si kanë marrë qeverit më parë organizata botërore të shëndetësisë, po të kemi vetëm lajme të mira. Edhe kom qenë nderuar që të kom shoqëruar te organizata botërore botërore shëndetit i nderuar miku jon dhe i diasporës shqiptare Lart Mehmetaj me stafin i Istogu Channel. Faleminderit shumë për çdo gjë që na e bë më të lehtë që edhe ne të kemi qasje atje si televizion i vogël, por që po bëjmë punë të mëdha së bashku me ju mik i shqiptarëve, ambasador Tahir Shabani. Na tregon se cilat ishin ngjarjet të reja që u zhvilluan në ditën e parë, sepse këtu do të mbahen plot 10 ditë aktivitet, apo? Do të zgjatet deri datën 28 ku vazhdon edhe lexime letrare, poetike me datën 28, pas një javë kemi edhe një ceremoni tjetër me frankofoninë, ambasadorët frankofon. Takova shkëlqësitë e tij, falenderova për organizim të shkëlqyer
folëm për bashkëpunime frankofone, bisedum edhe me përfaqësues universitar nga Kanadaja që kishin ardhur enkas për këtë ditë të frankofonisë dhe po vazhdojnë promovojnë paqen përmes programeve frankofone me organizime të tilla dhe një nga veçoritë mund të veçojmë se nga këto momente lubimi i Kosovës duhet vazhdojë nga brenda kombeve të bashkuara, jo vetëm nga kondet e ndryshme dhe kancelaritë në për rrugtime dhe fluturime diplomatike. Do t'i kthehen vende ku zhvillohet paqja, zhvillohet diplomacia, ekonomia, diplomacia publike, kulturore. Po pa harruar atë parlamentare se këto momente përshëndes edhe legjislatorët e Kosovës që kanë pas përballë një ligj shumë kaq vështirë që kërkoi nga Bashkimi Evropian martesa për gjithë. Uroj që ne të shkojmë drejt integrimeve dhe t'i kalojmë këto ligje. Po do të thotë edhe ata kërkojnë një ligj të tillë që të miratohet dhe të themelohet në vendin tonë? Para shumë vite, më kujtohet Pallati i OKB-s dhe një diplomat shqiptar. Pjesa qeveria holandeze me mision diplomatik ishin donator të një rezolute ku mbroheshin martesat për gjithë. Edhe kur ngrit dorën përfaqësuesi shqiptar me emrin Alia, zoti Alia dhe ngriti dorën këto vendet e golfit, përsike, këto tjera thonë, edhe ju votoni, thotë ne jemi drejt Bashkimit Evropian. Edhe kështu Kosova e ka vetëm në rrugtim drejt Bashkimit Evropian, ka lej ligjet, sikur ka kaluar 2008 pako, një pas një dhe nuk i kanë shikuar në detaje çapo votojnë. Faleminderit. Po të njëjtin mendim nuk e ndan deputetët, si opozitar, si të pozites, që nuk japen fuqi të ta vendosin këtë ligj. Jo, shumë normale, parlamentarët e Kosovës kanë përpara, askush që kërkon ta kalojnë sot. Po ajo është pako e ligjeve nga rekomandimet e Bashkimit Evropian dhe qeveria Kurtit besoj që ka parasysh edhe kur e ka mazhoronca do t'i kalojë më shpejt. Po, ambasador, kjo është definicion diplomatik. Çka u fol sot dhe cilat ishin pikat e rendit të ditës pikërisht në ditën e parë të kësaj pjese që ishit edhe ju aty prezent pra në programet kulturore në javën e frankofonisë që ka filluar mbi 314 milion po në gjithë botën e flasin frangjishte, në gjithë kontinentet. Frankofonia është një gjuhë e zhvilluar dhe me progrese shkëlqyeshme, ka një vend shkëlqyeshëm edhe në KB, gjuhë zyrtare e Kombeve të Bashkuara. Pastaj gjuha frankofone është gjuha e artit diplomacisë. Përmes frankofonisë Kosova ka kontribuar. Kosova sot është anëtare. Përmes anëtarësimit të frankofoninë mund të lobohet më shumë për vendin, mund të lobohet përmes legislatorëve, deputetëve, mund të lobohet përmes ministrive përkatëse, ministrisë diasporës dhe ministrisë së jashtme, pa harruar ato të integrimeve evropiane. Jo në disa procese që frankofonia është një barë shkëlqyer që mund të ndihmojë Kosovën. Unë më zotova që shpejti do takoj edhe ambasadorin e frankofonisë pranë Kombeve të Bashkuara dhe rjetin e diplomatëve botëror që ishte shoqësia e tij, ambasadori i Çadit pranë Kombeve të Bashkuara. Kur flas për Çadin, flas edhe për forcat ajrore, toksore detale franceze, të cilat kanë kontribuar për stabilitetin në Republikën e Çadit. Andaj, edhe ky rrjedhim multikulturor, diplomatik, ekonomik dhe strategjik mund shërbej edhe për vendin tonë. Po, ambasador, për sot punimet kanë mbaruar atje, apo? Po, sa mbaroi sesioni, ju kem përcjell disa ilustrime gjatë sesionit ku foli drejtoresha e Kombeve të Bashkuara, e orova dhe unë kisha simbolin e Kosovës, një buzëqeshje nga unë dhe më përshëndeti me grusht. Tash me grushta në përshëndetu, më tash përshëndetu në forma demokratike. Edhe për qytetarët e Kosovës, si Stogut Chanel, qytetarët e Stogut, një përshëndetje dhe nderime nga Pallati i Kombeve të Bashkuara. Uroj shëndet, mbarësi dhe solidaritet. Përballë neve, kem pos këtu edhe një mikeshe cila është rezidente e Gjenevës, Margot, është me prijallë nga Polonia. Do të udhtoj për Poloni për misionet humanitare për ato zonat ku ju deportu popullsia Ukrainës. Margot, on est en direct au Kosovo. Un message pour le Kosovo, pour la population d'Ukraine qui tu vas voyager en Ukraine, en Pologne.
bonjour. Déjà, je souhaitais exprimer mon joie de pouvoir saluer le peuple de Kosovo en ce premier jour de printemps, acquis par par le souhait de l'amitié internationale. Je présente mes meilleurs souhaits de tout de bon, de développement et de progrès pour la paix. Përmes këtij mesazhi të shkëlqyer ditën pranverore, përshëndes popullin e Kosovës për një përshëndetje për paqen, për mirësinë dhe miqësinë tonë të shenjtë mes Polonisë, Zhenevës ndërkombëtare dhe Kosovës. Entre la Pologne, Kosovo et Genève internationale. Amitié pour la paix. Miqësi dhe paqe. Falenderoj shumë prej mikeshës tonë që sigurisht kemi nderin që kemi një diplomat sikur ju, ambasador, që na e bëni më afër Evropën dhe botën përmes paraqitjeve tuaja. Ambasador, a ka ndryshuar çështja e shteteve tjera që janë pjesë e kësaj kohe që kalohet aty nga data 21 mars deri me datën 28 për Kosovën? Çfarë qëndrime u kanë shtetet përkatëse? A kanë qëndrime më të buta, jeni tash më të afruar me to? Është pak më fleksible Bashkimi Evropian. Edhe ato vende që kanë një orë kanë përfaqësitë e tyre. Negociatori i Bashkimit Evropian vjen nga Slovakia. Gjitha këto kontekste gjeopolitike luajnë një rol pozitiv për vendin tonë. Edhe Grecia po shkon drejt reaksimit citatës, edhe qeveria e Kosovës është ka punon dhe vepron në aspektin bilateral dhe multilateral për avancimin e Kosovës. Mua unë përshëndes në këtë moment edhe Vlora Çitakun, ish ambasadorin tonë në Amerikë, në Washington, e cila i ofroi ekspertizën e vet, këshillat e veta, mundësinë e vet Ministrisë së Jashtme dhe të Diasporës. Edhe me këtë rast bëj apel të gjithë në diasporë, intelektual, të ekspertë të fushave të ndryshme, të kontribuojnë për vendin, të japin mundësinë e tyre në fushat e caktuara, duke kontribuar përmes Ministrisë së Jashtme dhe institucioneve të Kosovës. Ambasador, ju do të jeni edhe ditëve tjera në vazhdim aty prezent, apo me ditën e sotme, sa i përket përfaqësimit të Kosovës, merr fund? Do lidhim përsëri, do të njoftojmë së shpejti, do kemi edhe lidhje së shpejti pas disa ditëve nga Pallati i Kombëve të Bashkuara. Përshëndetje, mbarësi, respekt e shumë të falë Republikës, qytetarëve dhe rinisë shqiptare. Vetëm këta rikujtoj rininë e Kosovës, se sot fola edhe për programet frankofone, për studimet e larta të mesme dhe bashkëpunimet universitare. Takova prorektorin në Universitetit nga Kanadaja, i cili u zotu që dhe për Universitetin e Kosovës të kontriboj. Edhe një lajmi mirë për Kosovën. Mirë, nëse keni diçka për fund, vetëm urdhëroni. Nëse jo, atëherë unë jam shumë i lumtur që kishim paraqitje direkte nga Pallati i OKB-s në Gjenevë. Faleminderit shumë, urime për zemërca për ditën pranverore, shëndet dhe një jetë e lumtur me familjarë dhe sukses e Kosovës. Faleminderit shumë, ambasador. Ishim me ambasadorin e paqes botërore Tahir Shabani, që ndau disa momente interesante nga java frankofone, pikërisht në Pallatin e OKB-s, pra të Kombeve të Bashkuara me seli në Gjenevë. E shohim aty pra me rrethin e tij, po ashtu e shohim edhe gazetarin, kolegun tim Bezhet Begu, që edhe atë përshëndes atje, edhe sigurisht të gjithë të pranishmit. Pra shohim disa pamje të ilustruara nga java frankofone, pikërisht në selinë e OKB-s në Gjenevë. Misë të dashur, në çdo herë mundohem të bëjmë përpjekjet tona, të ju sjellim kreativitet, të ju sjellim lajm, të ju sjellim informacione rreth njerëzve që punojnë për të mirën e shqiptarëve kudo dhe kurdo. Andaj televizioni Stohu Channel nuk do të thjesht asnjëherë që ti proklamoj të gjitha gjërat e mira që ndodhin për të mirën tonë të përgjithshme. Duke falenderuar Tahir Shabanin, Bezhet Begun dhe gjithë miqtë tanë që i kemi në Gjenevë atje, nga unë Luard Mehmeta ju themi ta kaloni akoma një pasdite të mbarë të këndshme me disa pamje të cilat po i sjell regjia në ekran. Mirëmbëjtje.